Horoskopi ditor, 4 janar 2026, dashi, sot dita sjell energji të forta për të përqendruar te prioritetet e tua. Kur ndihesh i disiplinuar dhe i fokusuar, je në kulmin e performancës dhe kjo energji të ndihmon të kthehesh në rrugën e duhur. Është një moment i mirë për të investuar më shumë energji në një projekt të veçantë, një kauzë ose studim. Hëna hyn në sektorin tënd krijues për pak më shumë se 2 ditë, duke vendosur theksin te aktivitetet argëtuese dhe shprehëse. Kjo periudhë favorizon kreativitetin dhe mënyrat e reja për të shprehur talentin dhe idetë e tua. Ndjenja jote për harmoninë dhe balancën është e fortë, besimi social rritet dhe perspektiva personale përmirësohet dukshëm. Edhe pse tërhiqesh drejt organizimit, drejtimit dhe menaxhimit të gjërave, është thelbësore t'i japësh vetes kohë për t'u rikuperuar dhe për të rifituar energjinë. Ky është çelësi për të ruajtur ritmin e ekuilibruar dhe për të shfrytëzuar maksimalisht ditën. Demi, sot sheh mundësi përmes përgjegjësive të tua. Për kushtimin ndaj një qëllimi, një kauze apo një projekti të vogël personal të ndihmon të qëndrosh i përqendruar dhe i lidhur me realitetin. Kjo është një periudhë e fortë për të investuar më shumë energji në një aktivitet që kërkon përqendrim dhe përkushtim. Sot, prioritetet i vendos natyrshëm dhe diçka që do të bësh do të sjellë rezultate konkrete. Megjithatë, hëna hyn në shtëpinë tënde të katërt, sektorin e shtëpisë, zemrës dhe familjes, për një qëndrim pak më shumë se 2 ditë. Kjo të bën të kërkosh qetësi, rehati dhe siguri në jetën personale. Arritja e një balanci më të mirë në botën e brendshme dhe në marrëdhëniet familjare mund të bëhet një qëllim i rëndësishëm sot. Dhe kjo do të fuqizojë emocionalisht. Aktivitetet të këndshme, të thjeshta dhe të qeta janë të favorshme. Është koha të eksplorosh botën tënde të brendshme, të lidhesh më mirë me nevojat për kujdes dhe për kujdesje ndaj vetes, dhe të krijosh një ambient ku të ndihesh i mbështetur dhe i qetë. Binjakët, sot ndihesh veçanërisht mirë duke punuar në një projekt ose nismë që ka potencial afatgjallë. Përkujdesja për angazhimet e tua të mëparshme të rikujton përkushtimin dhe kjo të sjell kënaqësi. Energjia është e favorshme për çdo gjë që kërkon pasion, përqendrim ose përkushtim. Vetdisiplina vjen më lehtë kur zemra jote është e përfshirë. Hëna hyn në sektorin tënd të komunikimit për një qëndrim mbi 2 ditë, duke të shtyrë të ndash idetë, të mësosh gjëra të reja ose të kërkosh njohuri. Interesi për hobet dhe qëllimet personale është më i fortë se zakonisht. Kjo është një periudhë e mirë për të ndërtuar forcë përmes lidhjeve me njerëzit ose për të avancuar në planet dhe qëllimet afatgjata për lumturinë dhe përmbushjen personale. Në këtë ditë, shfrytëzo mundësinë për të ndarë mendimet dhe idetë e tua, për të mësuar dhe për të investuar energji në gjëra që kanë rëndësi për ty afatgjallë. Ky është momenti për të kombinuar kreativitetin me përkushtimin praktik dhe për të avancuar drejt objektivave personale. Gaforja, sot je realist dhe kjo të sjell kënaqësi. Përkushtimi për të bërë përmirësime ose për të përfunduar detyrat dhe punët e përditshme vjen më lehtë se zakonisht. Lëvizjet planetare ndihmojnë të mbash ritmin e duhur, dhe kjo është një kohë e mirë për disiplinë të butë ose vendosje kufish të shëndetshëm. Një projekt mund të të japë një ndjesi më të thellë qëllimi dhe kuptimi. Një person i veçantë mund të të motivojë të nisësh projekte të rëndësishme, ose qëllimet në marrëdhënie mund të të nxisin të kujdesesh për punët e tua. Hëna hyn në sektorin tënd të burimeve dhe financave për një qëndrim mbi 2 ditë, duke të bërë të preferosh kohën e qetë. Pasi emocionet tendosen të qetësohen. Sot përqendrohesh më shumë te pasuritë, paratë, biznesi dhe rehati, duke investuar energji emocionale në këto fusha. Lëvizjet e ditës nxjerrin në pa anën tënde praktike në mënyrë mbështetëse. Me këtë qëndrim mund të arrish përparim të dukshëm drejt realizimit të objektivave dhe planeve personale. Luani, sot je në një pozicion të mirë për punë, kërkim dhe hetim. Përqendrimi në një aktivitet që tërheq vëmendjen tënde mund të rrisë ndjeshëm ndjenjën e qëllimit dhe motivimin personal.
Ti kërkon një nivel përkushtimi dhe vëmendje nga njerëzit përreth teje, edhe pse kjo mund të jetë sfiduese, pasi jo të gjithë janë në të njëjtën valë me ty në këtë moment. Hëna hyn sot në shenjën tënde dhe qëndron për mbi 2 ditë, duke përforcuar impulsin emocional që shpesh mbizotëron mbi shqetësime të tjera gjatë këtij periudhe të muajit lunar. Nevoja jote për të kuptuar dhe vlerësuar është e fortë, dhe gjetja e mënyrave për të shprehur veten vjen më natyrshëm se zakonisht. Aftësitë dhe talentet e tua janë në qendër të vëmendjes, dhe njerëzit mund të kthehen tek ti për energji qetësuese dhe mbështetje emocionale. Sot je në një gjendje të mirë për të kërkuar mënyra për të mësuar dhe përvetësuar njohuri, jo vetëm për kënaqësi personale, por edhe për të ndihmuar qëllime praktike dhe projekte konkrete. Virgjëresha, sot je më i përkushtuar dhe i fokusuar se zakonisht dhe gjen një fushë ku mund të kanalizosh energjinë drejt një qëllimi të qartë. Nuk shpërqendrohesh nga fantazit ose pritshmëritë jo reale, përkundrazi, gjithçka që bën e analizojnë më thellë. Përgjigjet që duket se janë të thjeshta ose sipërfaqësore nuk të mjaftojnë. Kjo mund të jetë një ditë e fortë për punë dhe biznes të çdo lloji, veçanërisht për projekte që kërkojnë përkushtim dhe fokus. Është shumë e lehtë të zhytësh veten plotësisht në përvojat dhe detyrat e tua. Shfrytëzo këtë motivim për të drejtuar energjinë drejt një kauze të vlefshme ose diçkaje që vërtet të ndihmon. Me lëvizjen e hënës në shtëpinë tënde të 12 për disa ditë, mund të ndjesh nevojën për kohë private ose për të rikuperuar emocionalisht. Ky është një moment ideal për të eksploruar botën tënde të brendshme, për të tërhequr pak nga bota e jashtme dhe për të reflektuar. Është një kohë e mirë për kërkime, vetkuptim dhe për të marrë njohuri mbi marrëdhëniet e afërta ose nevojat intime. Peshorja, sot ke energji të favorshme për të përkushtuar ndaj diçkaje produktive dhe me qëllim, kryesisht lidhur me punën, shëndetin ose jetën në familje. Mund të qetësosh ndjenjën e çorientimit duke u fokusuar në një projekt të vogël ose aktivitet që të tërheq vëmendjen. Ndihesh mirë duke u angazhuar për diçka konkrete dhe duke bërë përparim. Çështjet praktike po ecin mirë sot, lëvizjet planetare të ditës përforcojnë bashkëpunimin, marrjen e mbështetjes dhe ndoshta zgjidhjen e një problemi. Hëna hyn në shtëpinë tënde të 11 për mbi 2 ditë, duke të nxitur të përmirësosh lidhjet me të tjerët dhe të vlerësosh fuqinë e marrëdhënieve. Ky është një moment i fortë për të lidhur me njerëz që të ofrojnë perspektiva të rëndësishme dhe që të ndihmojnë të shohësh më qartë disa aspekte të jetës tënde. Akrepi, sot mendimi yt praktik është i mbret dhe është një ide e mirë të shfrytëzosh këtë energji. Interesi yt për projektet, mësimin dhe komunikimin po rritet. Po i kushton më shumë vëmendje punëve dhe interesave personale, dhe sot të tjerët të marrin seriozisht, je në një pozicion të mirë për të investuar energji dhe përkushtim shtesë në një projekt krijues ose studime. Të drejtosh vetë punën tënde, sa më shumë që të jetë e mundur, është ideale për këtë moment. Të kanalizosh energjinë në aktivitete të kënaqshme dhe projekte me kuptim vjen natyrshëm. Sot po gjen motivimin për të avancuar një projekt ose qëllim të veçantë. Reputacioni yt mund të përmirësohet, kryesisht sepse je më i qartë për vlerën që sjell tek bota dhe individët përreth. Me lëvizjen e hënës në shtëpinë tënde të 10 për disa ditë, ndjekja e rregullave është më e këshillueshme se sa të nisësh një rrugë të re pa plan. Brenda këtyre kufive mund të arrish diçka të vlefshme dhe të frytshme. Shigjetari, sot ke energji të favorshme për të rikthyer në rrugën e duhur nëse ke devijuar pak nga planet dhe kjo të sjellë qetësi. Ke mbështetje për produktivitetin, sidomos në çështjet e punës, financave dhe jetës familjare. Përqendrimi te familja ose një projekt praktik mund të ulë stresin, veçanërisht nëse eliminohesh nga shpërqendrimet dhe fokusohet hap pas hapi. Ndërtimi i marrëdhënieve me familjen dhe të afërmit është në fokus. Me lëvizjen e hënës në shtëpinë tënde të nëntë, ndihesh më shoqëror dhe aventurier. Sot është më e lehtë të shprehësh pikpamjet e tua dhe të shpërndash humorin ose energjinë pozitive. Nevoja për të dalë nga vetja pas një periudhe reflektimi bëhet më e fortë, dhe të tjerët duket se janë veçanërisht të interesuar për këshillat dhe idetë e tua.
Sot i kushton më shumë vëmendja asaj që funksionon për ty se sa komplikuarive emocionale. Britsjapi, sot lëvizjet planetare të mbështesin fokusimin të ato gjëra që janë vërtet të vlefshme dhe meritojnë vëmendjen tënde. Mund të kesh dëshirë të punosh për të forcuar marrëdhëniet ose projekte të rëndësishme. Mbështetje mund të vijë përmes bisedave konstruktive. Kjo është një ditë shumë produktive, ku aftësitë për zgjidhjen e problemeve vijnë në pa. Përkushtimi dhe dedikimi yt duken më qartë për të tjerët dhe mund të vlerësohesh për këto cilësi. Syno të vendosësh veten në pozicione që përfitojnë nga inteligjenca praktike e ditës. Hëna hyn në sektorin tënd të intimitetit për mbi 2 ditë, duke zgjuar ndjenja të thella dhe duke të kujtuar lidhjet dhe përkushtimet personale. Ndihesh i gatshëm për mundësi që lidhen me familjen, çështje të shtëpisë, kredi ose marrëdhënie intime gjatë ditës. Ujori, sot ndihesh i vendosur dhe gati për të marrë një sfidë ose për të përballuar një çështje direkt. Mund të kesh nevojë për më shumë vetmi për të përfunduar një projekt të rëndësishëm, ose ndjenja për të rimarrë energjinë është më e fortë. Je në një gjendje të mirë për të rregulluar çështjet financiare ose për të zgjidhur një problem praktik një herë e mirë. Hëna hyn në sektorin tënd të marrëdhënieve sot, dhe ndërsa dita avancon, do të kërkosh shoqëri për shumicën e aktiviteteve. Marrëdhëniet dhe nevojat shoqërore vijnë më shumë në fokus, dhe po kërkon harmoni, balancë, bashkëpunim, mikpritje dhe hapje ndaj të tjerëve. Ky është një moment për të bërë më shumë vend për të tjerët në jetën tënde dhe për t'u dhënë më shumë vëmendje mendimeve dhe ndihmës së tyre. Peshqit, sot dëshira për të kontribuar me diçka të vlefshme ose për të mësuar më thellë në një fushë që të intereson është e fortë dhe mund të jetë motivimi yt kryesor. Nëse gjen një projekt ose kauzë që të ngacmon dhe të entuziazmon, je në gjendje të shkëlqesh dhe të japësh më të mirën tënde. Përkushtimi ndaj një projekti ose një miku mund të jetë në qendër të vëmendjes, ose një bisedë e fuqishme mund të marrë protagonizëm. Hëna hyn në shtëpinë tënde të gjashtë të punës dhe shëndetit për një qëndrim mbi 2 ditë, duke të nxitur të kujdesesh për detajet e jetës së përditshme. Sot është më e lehtë se zakonisht të jesh produktiv dhe ndjenja e qëllimit të mban të motivuar. Menaxhimi i çështjeve praktike kontribuon në një ndjenjë më të fortë të balancës dhe stabilitetit në jetën tënde.